Në organizim të lidhjes së sporteve shkollore dhe në përkrahje të komunës së Tetovës, sot në hapësirat e shkollës së mesme ekonomike 8 shtatori u mbajtën garat ndërkomunale në lojën e shahut për nxënësit e shkollave fillore në kategorinë e djemve dhe vajzave. Drejtoresha e shkollës së mesme ekonomike Hava Hasani tha se shkolla ekonomike gjithmonë do të përkrah këto aktivitete. Në vitin 2024-2025, shkolla jonë ka qenë organizatori shumë garave komunale, ato zonale, rajonale, si dhe di gara shtetërore. Shkolla jonë do të vazhdoj të përkrah të gjitha aktivitetet sportive që janë në interes të nxënësve. Në kampionatin e sotëm të shahut në kategorinë e djemve dhe vajzave, interesimi ishte i lartë, pasi morën pjesë gjithsej 81 nxënës, prej të cilëve 54 djem dhe 27 vajza. Fituesit në këto gara do të përfaqësohen në garat shtetërore. Lidhja sportive shkollore komunale Tetov, së bashku me komunën e Tetovës, organizojmë sot garat ndërkomunale që zhvillohen në shkollën e mesme ekonomike 8 shtatori. Kryesisht zhvillohet me nxënësit e shkollave fillore, të gjinisë mashkullore dhe gjinisë femërore. 3 vendet e para që do të kualifikohen dhe do të fitojnë, do të vazhdojnë gara shtetërore, si për gjininë meshkuj dhe gjininë femërore. Për të gjithë fituesit, normalisht do të ketë edhe shpërblime, medalje dhe diploma për vendet e marra. Në garat e sotme të pranishëm ishin nxënës nga shkollat fillore të Tetovës, Bogovinës, të Arcës, Brvenicës, Zhelinës dhe Jegunovcës.